Vetëm 10 ditë pas marrjes së detyrës, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, ka firmosur një nga vendimet e para që prek drejt për drejt funksionimin e policisë rrugore, duke urdhëruar ndërprerjen e ndalimeve rutinë të automjeteve pa bazë të qartë ligjore. Në një telegram të shpërndar strukturave vartëse, Hita kërkon heqjen e shërbimeve të dukshme të policisë rrugore nga akset nacionale dhe kufizimin e ndalimeve të mjeteve për verifikim, një praktikë që, sipas tij, ka shkaktuar ankesa të shumta nga qytetarët për vonesa dhe kontrolle të pajustifikuara. Sipas urdhrit, nga data 10 prill, duhet të ndërpritet menjëherë ndalimi i automjeteve me këtë motivacion, duke e zhvendosur fokusin te përdorimi i teknologjisë për kontrollin e qarkullimit rrugor. Shkeljet do të konstatohen kryesisht përmes radarëve automatik dhe dronëve, ndërsa kontrollet fizike do të lejohen vetëm në raste të veçanta dhe mbi baza të mirë përcaktuara, me plane konkrete masash dhe në ndrejtimin e drejtuesve të sektorëve përkatës. Vendimi konsiderohet si një ndryshim i fortë në qasjen ndaj kontrollit rrugor, duke synuar reduktimin e abuzimeve dhe rritjen e transparencës, por njëkohësisht ka ngjallur debat mbi efektet që mund të ketë në terren për sigurinë dhe zbatimin e ligjit.